Deni 125 i Kushtetutës Republikës së Shqipërisë. Gjykata kushtetuese përbëhet nga 9 antarë. 3 antarë emërohen nga Presidenti i Republikës, 3 antarë zgjidhen nga Kuvendi dhe 3 antarë zgjidhen nga Gjykata e Lartë. Antarët përzgjidhen ndërmjet kandidatëve të renditur në 3 vendet e para të listës nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi, sipas ligjit. Kuvendi zgjedh gjyqtarin e Gjykatës kushtetuese me jo më pak se 3/5 të gjithë antarëve të tij. Nëse Kuvendi nuk zgjedh gjyqtarin brenda 30 ditëve nga paraqitja e listës nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi, kandidati i renditur i pari në listë shpallet i emëruar. Gjyqtarët e Gjykatës kushtetuese qëndrojnë në detyrë për 9 vjet pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët e Gjykatës kushtetuese duhet të kenë arsim të lartë juridik, të paktën 15 vite përvojë pune si gjyqtar, prokuror, avokat, profesor ose lektor të së drejtës, në punës të nivelit të lartë në administratën publike, me një veprimtari të spikatur në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose në sferat të tjera të së drejtës. Gjyqtari nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese në një parti politike gjatë 10 viteve të fundit përpara kandidimit. Kriteret të tjera si dhe procedura për emërimin dhe zgjedhjen e gjyqtarëve të Gjykatës kushtetuese rregullohen me ligj. Përbërja e Gjykatës kushtetuese për të rihet çdo 3 vjet me 1/3 e saj, sipas procedurës së përcaktuar me ligj. Gjyqtari i Gjykatës kushtetuese vazhdon në detyrë deri në zgjedhjen e pasardhësit të tij, me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 127, paragrafi 1, nën paragrafët C, Q, D dhe D.